Do digjem para kryeministrisë nëse nuk vini. Ky ishte mesazhi I qytetarit Genti Pep Kola nga Mirdita. Dhe në fakt nuk është hera e parë kur në emisionin investigativ Stop, qytetar të cilët janë në gjendje të rënduar psikologjike na sjellin mesazhe dhe sot jam drejtuar kryeministrisë, ku normalisht shoh këtu babain e Gentit bashkë me Gentin. Genti si e? Unë Gek Pep Kolaj. Po. Djali quhet Gek Pep Kolaj. Djali im ka dalë nga spitali sot, ka nga Italia 4 muaj spital. Ky nuk don të shkojë se veç e bëjmë krah 1 kilometër e 200 metra. Jam po shoh aty. Po të trajnë të mori. Që je fata ti? E kam bajt unë 73 vjeç. Unë du me shku ke shpia makinë, se t'jom krah me barrel. I kom print në Mosh, ka kush të mbaje, shpia, 1 kilometër. Prandaj, unë ma mirë digjem këtu se ku qkoj. As jem të lipi lashe, as lek, jem të rrugën që e ka hapë bashkia ta 10 vjetë. Njësia administrative Selit, bashkia Rëshen Mirdit. Juve vini nga fshati? Kthe Lepër, njësia administrative Selit, bashkia Rëshen Mirdit. Ju jetoni në këtë fshat. Kufizoheni dhe nga disa familje të tjera. Po. Ishit një rrugë ekzistuese. Tani, çfarë ka ndodhur 5 vitet e fundit, atë rrugë e zapton? Lazër Pep Kola. Qisa vjeqe? Tani 73. 73 vjeç, ban dhe Gentin? Shpejen. Kurse para një vit e ka blokuar dhe kushrini tjetër I qujtër Tom Pep Kola. Ka një vit. Se kishit një hapësirë tjetër për të dalë. Po. E halal ky që blokoi. Tani jam edhe 500 metra më larg. E ka bllokuar dhe tjetër me rrjetë me tel. Sa familje jeni të bllokuara nga Lazër dhe Tom Pep Kola? 10 familje. Të gjithë hecin kam të vetëm djali im më I përshkutuar që nuk hez vet. Sa vite keni me këtë problem? 5 vite kemi. Ku jeni interesuar? Çdo orë kanë vendor, të gjithë u kemi shku. Edhe policisë, edhe bashkisë, edhe IMT-s, që gjithëve. Gjithë, dhe nuk keni marrë zgjidhje. As I zgjidhje. Se bëj një apel. Duhet vetëm thjesht rrugën që ke shpjeme me makinë, siç kam shkuar 10 vjet. Për të parë vështirësitë e kësaj rruge, familja e Gentian Pep Kolës na ka sjell një video ku tregohet I gjithë sakrifica dhe mundi që bën kjo familje për të transportuar djalin e saj invalid. Që është rruga ku kalon të makina, si kanë palu gjithë makinat e gjithë lagja, tani e kanë blokuar, kanë parë si parking, edhe kanë deviju në breg të zallit ku po shifni që po ecin. Ne kalojmë pak para në prua, to gardët I ka vu këtu, makinat kalotën në Medis. Unë jam me gjithë vlajnë makinë që I keni njop vetë, tu është zalli që të futëm me Frejstad që ka marrë një person nga Mirdita, cila nuk hyet me të tjera. Kjo ka funksionuar për mbi 10 vjetë si rrugë shtet edhe rrugë për gjithë familje që jetojnë akoma këtu. Të mëdhej të vegjël, pleq, smur edhe shnosh. Pak me sipër po na presin njerëz të familjes edhe nana për vllajnë, të cilin do ta bajmë ose në shtëpinë ose me mushk, me kal me kafshë. Këtu është rruga që ka kalu makina 11 vjet. Pak me para ku shifin një mushka që po pret vllajnë edhe shtyllat, është rruga e bllokuar. Për të rast, Stop komunikon me kryetarin e bashkisë së Mirditës, Albert Melyshi. Jemi në ndjenjë të problemit dhe njëkohësisht kjo çështje është në gjykatë, për çështje pronësie. Është shprehur gjykata që pronësia I takon palës tjetër? I ka dhënë të drejtë Lazarit, është ankimu pala tjetër dhe vazhdon të jetë në proces gjyqësor. Status juridik I asaj hapësire është shtet apo është e palës tjetër? Statusi, unë du ta marr informacionin më të saktë, realisht për ditë pretendimet. Po ti 10 vjet problematik, 5 vjet. Domethënë 5 vitet e fundit që është bllokuar toka, ju akoma se keni informacionin se çfarë status juridik ka ajo toka këtu? Po kjo është për qeshur. Shikoj, nuk është zotëria ka qenë gjykatë për çështje pronësie. Po. Pra, ai pretendon se prona është e tij dhe për sa kohë gjykata shkallës parë I ka dhënë të drejtë. Që do të thotë që është vetëm gjykata e shkallës së parë, sepse është ende në proces. Në momentin që aty të drejtë ja jep gjykata e apelit zotëri dhe është titull ekzekutiv, atëherë ajo ekzekutohet me përmbarues, por gjithsesi në kushtet e Gentit, domethënë besoj se juve si bashki minimalisht duhet bëni një apel, duhet bëni një komunikim dhe me palën tjetër që të paktën lejohet Genti, nuk po të bëhet familje. Shiko, ne kemi vu komunikim edhe me palën tjetër, kemi grupe pune, ikëm me tonë, që tek hallka e parë pushtetit vendor, që tek kryetari I fshatit. Dhe çfarë kanë bërë asgjë?
Po për sa kohë është në proces gjyqësor, ne mbetemi vetëm me gjetje rrugë alternative. Jo, të lutem, a mund të jetë në proces gjyqësor, po vetëm në momentin që pala tjetër është pajisur me një masë sigurimi. Jeni në dieni, pala tjetër është pajisur me masë sigurimi, kështu që merrin të lutem informacionin si kryetar bashkie. Jo, tani po, okay. Stop komunikon dhe me palën tjetër, fillimisht me Lazar Pepkola. Tre vendimi gjykate, puna e rrugës. Kam vendimi gjykatës shkallës parë, kam vendimi gjykatës administrative, kam edhe një vendim prap të gjykatës administrative që ka bë ai zotëria. Ai zotëria ka bllokuar rrugën e Barakut, që ka qenë rrugë makine, ka bllokuar duke ndërtuar muri palë, ka ndërtuar murin në rrugën Barakut që ka qenë rrugë makine. Për 3 orë punë Fadroma mund të hapë rrugën. Por ai nuk pranon pse thotë prishet muri. Ai ka ndërtuar murin jashtë pjesëvet. Unë po të marr si emision vetëm nga ana njerëzore që edhe nëse ti atë hapësirë e ke rrugën tënde, thjesht i glesh një akses që kur genti të vi nga Italia, ato ditë që rrike shtëpia, të paktën të kaloj, kupton, nuk po them që ta uzurpoj, ti vendosi gardhe apo hapësira, thjesht të kaloj, të ketë aksesin të kaloj. Po nuk e kam mbyllur rrugën e Barakut, nuk e kam mbyllur. Ashtë rrugë makine për e ka bllokuar që ka bën murin palë. Por vetëm ata rrugë, për një fadrom që mund të bëjë 2-3 orë punë, për me hap nuk do të thotë prishet murin që ka bën murin në rrugën e Barakut, se rruga e Barakut nuk mbyllet as nga bashkia, as nga policia, nga asnjë shtet nuk mbyllet. Jo, aty kam rrugën e shtëpisë që më kanë baba, unë jam vetë tajti vëlla. Unë nuk më ngatoj me vëzdeni për të bërë atë rrugë më kanë baba mua. Me testament edhe kam me AMTP, me vendim gjykate nuk gatoj me vëzdeni unë. Ta hapi rrugën e Barakut. Tom Pepkola, po të marr si gazetar e emisionit Stop, vetëm nga ana njerëzore. Po mbjen keq edhe mua, vetëm nga ana njerëzore, do me thonë në kushtet që ndodhet Genti, për aq kohë sa mund të jetë në Shqipëri, ke ajo shtëpia që ka marrë atje të paktën ta lejoni që të kaloj. Gentin ta nis në shtëpi unë edhe të mësjelli video Genti që kalon aty me makinë. Ta nisi nëse të talohet ke unë, do të kem bërë çdo jetën unë. Edhe një rrofsh tome. Dhe pas komunikimit me palën tjetër, pra 2 nga pretenduesit e kësaj rruge, njëri prej tyre na ofroi rrugën e Bajrakut. Mirë po, kjo rrugë është vetëm rrugë këmbësore dhe jo automobilistike. Rrugën tjetër nuk arriti kompromisi për ta hapur. Ndërkohë, Tom Pepkola na premtoi zgjidhje. Këtë informacion ja komunikojmë kryetarit të bashkisë së Mirditës, Albert Melyushi. Juve si kryetar bashkie, telefonova dhe 2 palët e tjera për të qenë korrekte dhe balancuar. Me thënë të drejtën që të dy më përgjigjen shumë mirë, edhe zoti Lazar, edhe Toma. Lazari më dha një propozim për sa i përket lirimit të rrugës Bajrakut. Po rrugë këmbësore, rrugë makine. Ndërkohë, pasi bisedova me Tomën, që sot tha ka ardhur tha Fadroma tha dhe futet tha kalon tha për rrugë. Dhe për Gentin më premtoi që do ta lejoj që sot. Nuk e lejon Lazari janë proces gjyqësor me ne. Po aja është pengesa, Lazari është pengesa, pra po prisim tash sa kohë për ta zgjidhur njerëzisht, pra me bashku në gjykatë. Unë jam maksimalisht i angazhuar. Të lutem, shife pak sot dhe nesër që të marrë një video me zgjidhje që ai kaloj. Mirë? Patjetër. Faleminderit shumë. Dhe pas në hyrjes emisionit Stop, ky rast gjeti një zgjidhje alternative. Çfarë të thash? Në fillim të intervistës, do ta zgjidhim. Do të kaloj makina, thotë, që Fadroma në fillon. Sot ka ardhur Fadroma që të rregulloj rrugën. Ka ardhur sot që morëm ne kryetarin e bashkisë, ha? Sot që morëm ne. Ha, toka, e di, u zgjidh. S'ka Fadrom që kalon sa aprish aty Katoma. Ora i thot unë kam bërë gjithë jetën thonë nëse s'kalon. Po pas ka shku tash pra. Po tash erdhi ke stopi ti. U shkri Genti. Genti, ky rast u zgjidh.